ma i mirë këto në Shënxhen për me hongër bukë të Kosovës. Së gjukin e meni për Kosovës, mishin për Kosovës, që baba qyfte për Kosovës. Absolut. Falte me thonë, po shkoj po hapo. Që 12 vjetë, në qëtë vend? Në njëtin vend, se pizzat i kemi me full drunit, edhe aty punojnë 2 dhe në 3 veta. Këpin me njerë, kafën dhe ka bregdetën, e një në aromën e ditë. Unë i kësha thonë klienta, vetëm urnënin një herë, për me i kanë. Në restoranët, bish një herë të të Morë me provu. Me provu, për tjera tani nuk ka nevoj me thonë. Nëse keni që vish morë me provu, hajde ne keni për restorantit. Po, direkt, ne morëm i pasojmë, nuk ishtë në frezë një barë poshtë e nërë, dhe i dona hazë. Të fresta. Po, të fresta. Përshëndetje miqtë mi dhe shikues të shqiptarë që krejnë nga onar Lindi. Edhe nga unë Artani. Edhe po vllaja Artani se shpeshherë për haraj se mësu zërmi bu hapjet vetë thuja. Jena në Shënxhen, është ora diku 12 e natës edhe na mor malli me hongër dika buksin Kosovë. Ku e na ardhë skuq? Jena ardhë të restoranti ma i mirë këto në Shënxhen për me hongër bukë të Kosovës. Kumni që e këshin mishin që për meshin për Kosovës. Së gjukin për Kosovës. Në më do këtë sanet që ati donë mi hongër në Kosovë i ki edhe qëtu. Restorant Pizzeria Exona, ku ne në orësët, e sot këmë na full menagjeri i këti restorantit. Këmë na kalzu edhe në detaj se qëfar buke bojnë, po edhe qka o puna. Ahina ta këmë menagjeri. Unë këmë i hongër bukë të i mero me ta. Brahim Merlaku është menagjeri i këti restorantit, po për e këtë dika që 12 vjetë, ishin ka gjatë vjetër, po tamam bukë Kosovë, hajde në menjeve. Bac Ibrahim, si t'kena? Si po kalan? Veç pak qyshje? A e mirë? Me shëndet? Familja? Këti si duhet mo? Shtot, së gjukin e meni për Kosovës, mishin për Kosovës, që baba qyfte për Kosovës. Falte me thonë, po shkoj po hapo. Okej, kuzhinien dhe kja tja. Bac Ibrahim, sa i ke shumë mund? Mas parë famdishëm që ne keni bitë në të orë dvona, asë është 12 i natës, po prapë se prapë na pretet shumë mirë. Zdo kohë i në të mirë sa ardhë. Zotit rujtë shumë famderit. Si je? Mirë. Me shëndet, familja? Që shpejt puna? Mirë, nuk është shkes. Po të regon, Bac Ibrahim, që sa ku punën këto? Dikon si biznes në operojmë se 12 vite. Që 12 vjetë, në qëtë vend? Në njëtin vend. Unë jam menaxher të, pronari është tjetër kush, po jemi krejt familjarë. Unë një tjetë si familjar një me tjetërin? Po. Jemi pronari punon gru, fmi, edhe vajzë, çdo sani kemi krejt familjarë si biznesi kemi, deri sot nuk kemi kur pa të lashe që Shqyqyr zotit, inshallah kur një të s'keni me pas. Më ndërgani restoran ju çka ofron për klienta, për ata cilët kanë qef din për Kosovës dhe dojnë me di se çka ofron restoran ju. Ashtu nuk po du me thonë, po nisa pe spesat me mas, deri te Kingji. Deri te Kingji? Po. Edhe Kingj? Po, edhe deri te Kingji, për këto tjerat, mujna me pa edhe menyn. Okej. Nuk diskutohet ato frutat e detit. Shka janë, ato i kemi gjitha, po edhe ato shka janë, nuk janë në Kosovë i kemi këtë. Çka që në Kosovë i keni këtë? Apo hajnë Kingj? Po, Nditja? hajnë. Sidomos darkës, po. Tregom sa është e vështirë, te jeton në Kosovë nëse nuk gaboj? Po. Vjen për Kosovës po në këtu gjakonisht gjatë sezonës. Po, punon në vazhdimisht sezon. Tregom sa është e vështirë për ty që për Kosovës morë me punu këtë sezon? Absolut, Hiq. pa problem. Që 12 vjet ashtu ka bojnë një më duket. Jo, absolut, jena bo si me kanë vendas. Pa problem hes, nuk kemi kur pa probleme. Tregom që shkon sistemi punës ty të jo? Paka shumë. Sistemi punës fillojnë në ora 5. Të mëngjesit? Mëngjes. Sa herë? Jemi me sektor ndalë. Sektori parë, si vjerë, si fillon punën, është ai mëngjesi. Si e bon përgatitjen e mëngjesit bifejes. Kemi bife në atë pjesë atje. Okej. Si shtrohet bifeja, kafja, qumshti, përgatitjen ato ushqimet e nxehta dhe të thata. 2 lloje që kanë, petllat, pallacinkat, Çka servonin mëngjes, okej? Ato shërben vetë, lanxhet, ujë. Tavolinë suedeze? Po. Mu shërbi vetë? Po, shërben Okej. vetë. Dhe më thonë, i keni, sa sektore keni dame? 5 sektore. 5 sektore i keni dame. E sektori 2 cili është? Sektori 2 është, nuk për di cilën me marë ma të rëndësishëm. Se cila është të rëndësishëm kërë punat e ushqimi? Po, kemi sektori 2, si e shë, se ka mes dita, kemi sektorin e pizzat. Se pizzat i kemi me full drunit, edhe aty punojnë 2 dhe në 3 veta. Vish me pizza 2 dhe në 3 kuzhiniera? Ajo, ata e në veçan. Sektorët e në veçan, nuk përzihet të njën në tjetër.
Okej. Do më thonë 3 punëtorë keni vish për pica. Ai mirë vish me pica. Okej. Edhe 3 vetë mirë me që ato, tani masane, dikon ka ora 2-3 fillojnë sektori i grillit, si janë qytet që bata pjeska Qa ka të bëj me grill? me grill, shatë ka, edhe ajo është sektori veçantë, edhe ai punohet vish me sa drejtim. Vish me mish? Vish me mish. Janë ndalon ato, nuk përzin ato në mes veti. Tani vinë te kuzhina, po flasëm rana aty janë 5 veta, se është pak. Aty kemi sektorin e fakt, kuzhina është në 2 pjesë, është peshku, si banë peshku dhe këto frutat e vetit, e realizatë këtu është një sektor. Tani kemi sektorin tjetër, afër saj, si mirën me shka e hanë në Kosovë na gullashit pasullit këtu. Do më thonë gjellnat, me lukë që thujnë në Kosovë. E të regom, sa veta stafeni se po delin shumë qëtash. Dikon 22 veta. 22 veta. Po. Tash me hi me full edhe për hotel, për sa ta shkova në thonë se edhe për hotel, se kemi teknikun, kemi mbanë rrymen, prishjet, kemi, s'po du mi thonë pastrus, teknik si mirë me mirë mbajtje. Me mirë mbajtje, okej. Dhomave ato edhe, sa ka nevoj, komplet gjatë të di. Ko këtë staf i madhë. Duhet për me kanë shërbim klientit, ka herë kemi nevoj edhe ma shumë. Si shkon puna e porosis kur vjen klienti? Këtë është një letësi për kamarira. Pse? Se është një shpesi qasë e shpejt, pitagoline e merë e shtyp, shaki porosit atje në kuzhinë, ose të pizza, ose të skara, ose të gjellnat, i shkon me një herë letra, kamarira nuk ka nevoj me shku. Në dhëmë porosin të shonki? Ja, absolut. Me në herë i shkon atje, kur të shkon ndimës kamarire, bish i ka, thuja sarnet gasëm, ndimës i e merë, e shërben tavolinin kamarire, kryesor nuk mirët më me to. Visht e pagesë. Ja pas këtë letësu punë dhe kamarierave shumë. Pak jena munu për shkak të volumit edhe njerëzve klientëve si kemi zakonisht shumë falë. Jashtë zakonisht shumë. Të regom një, a hen qmimet e shtrejta këtu të restoran ju? Të restoran Exona në Shëngjin? Tash, s'po du me bon krasime, po duhet me skomqara, se na jemi të klinës, po në deri sa një ekspres e pinë klinë. Njerë e 20 cent, ose një gjysë, këtu e pinë me njerë, kafën dhe ka bregdetën, e një në rumën e ditë. Me po me, du më thonë e pinë nësës me po me kadeti? Tash, nëse vaja në kohët për qitë punë, nuk po di shka me ta. Të regom, që kështë posi me thonë atë në klientave cilët janë kurioz me ditë ma shumë për restoranin e ju? Unë i kësha thonë klienta, vetëm urnënin një herë, për me i kanë. Të restoranit, bish një herë të të Morë me provu? Me provu, për tjera tani nuk ka nevoj me thonë. Po thu që vinë vetë? Të të vinë vetëm një herë, të të provojnë një ushim, jo mëngjesin, një darkën, një drejkën. Shikus në runga për ndëgjëni, vetë menageri i këti restoranit po thot me gojtë vetë. Po. Nëse keni që vish morë në provu, hajde një keni për restorantit. Po, bish të të vinë një Vish herë. provojnë njerë, masanina është i bindën që keni morë prapë. Po, edhe kanë më më qaru, sa ta mu, kanë më honë një darkë ekstra masane. Të regom dhoma, apo së dani? Po, të koni kemi 52 dhoma. 52 dhoma. Po, si menagjojnë. Kemi këtë, kemi këtë pronën tjetër, kemi edhe mrapa, që është shumë qëtësi relaksuese për njerëz që nuk dojnë me pas zhurma, nuk dojnë muzikë, ka është prapa. është pjesa mrapa. Të regom, sa është fjetja, edhe bashkë me fjetën që ka ofrohet. Nëse mune me cikë si qmim. Po, muna me cikë, po vazhdimisht të ndryshojnë se qeshori dallon. Dhe rezervimet dhe që kemi për korrekt, për momentin, si tash të kemi 40 euro. Për momentin. Dhe më thonë edhe korikën e keni të rezervum? Korrike ka fillu edhe gusht. Edhe gushtin, dhe më thonë ka fillu vish me rezervime. Po, me rezervime ka fillu. Dhe më thonë dika dhe një muje blokoni sezonën e masanina vish për një klienta. Do të mundohëm, mjë bon, shka të mujna me pas mundësi, mjë ndihmu për gjithë, po tash, njëherë për njëherë, vish njëherë të të vinë, të të provojnë edhe... E masi që dhomën e pas këtë 40 euro për person, të regom më në nësoj 40 që s'ka është e përfrime. Me nësoj 40 euro e ka mëngjesin, si ka tanë në allojës, nuk e di, unë për veti, edhe vetë nuk di ka herë shka me marë. Për mëngjes? Për mëngjes. Ki
nxehta i ki edhe të ftohta. Tani vjen çadrat, Shezllonat, okej. po, ose si shqithojnë tash në zonat, i ki parkingun, edhe i ki darkën, me një shka ekziston aty prej specit me moz deri në kinç. Tash nëse vjen edhe hang keq bën që ai mendon mos në fitim. Del ka herë, por nëse i hahet të hanë. Le ta han. Ja, Po freshët koqa si shumë sa i përket për një person në qatë çmim. ofrojnë. Shtrajt s'ka ka. Nëse e din ata shajt nuk e kanë. Ne i mirë presëm të provojnë. Halal i qoftë. Po e dallohet, tani qeshori është ky çmim, po nuk besoj se ka me shku shumë la. Do të qeshore ke çmim, korrik i gushtë lujnë pak. Ndyn pak, po Okej. jo shumë. Nëse nuk ka bëj stafja në Kelish pi Kosovës, nuk ka Shqipërisë. Nuk muj me thonë se i kemi, po dikon 80% Kosovës e kemi. Vish të Kosovës. Po. A i merrni vish pse janë shqiptar të Kosovës apo keni malet me më kuptu me ta? I nuk është aja, probleme kemi edhe tash, jemi si biznes familjar. Familjar, okej. Po. Edhe kemi teknik, kryesisht i kemi tuhi, se s'ka pas nevojë me marrë për Kosovë, po edhe me këta e kalojmë shumë bukur. Masena drejt fundit, tregom mu që më qëtë një më hongër sot. Sonte, pse është ora 12 pak vonë, po Unë nuk moj me të propozu, po moj me të adha një menu në diç me zgjedh. Çka? Sa shumë është e ngarkune, edhe shka të rëpsh e ki. a e dim parafërsisht sa lloje të ushqimeve i keni? A din mundesh me menu? Edhe di që është tepër vështirë me menu këtë pjesë, ka lloj të ushqimit. Se kanë ja kuzhiniera din me thyë dhe rekord çka din me marru. Dikon moj me thonë të 50 që. Dejmë 50 lloje të ushqimeve pse do. Para mendo me të ardh mi pas këtë tavolinat mush, edhe pse tash më na vonë është ora 12 e natës, edhe secili me tallon ka një porosi ndrysh, çka bëhet me kuzhinier tona. Jo, nuk bëhet kur gjë, se tash janë sektorë Po, të ndarë. dome. Edhe ku të bëhet shumë përveç peshkut, se është na kemi një rësi tjetër, se peshkut në marrën për detit. Në pit detit atje direkt në skorte jo. Absolut. Kemi kontraktuar, dalën ata natën, dikon më vjen ka ora 5-6, edhe nuk i sojnë ata, i bin të na, Direkt. direkt, ne i morëm, i pastrojmë, nuk ishtë në frez një barë poshtë e Një ngri, nërë, po. edhe i dona hazë. Freska. Po, freska. Edhe aj mundë të më manu, dikon gjësorë. Peshko. E ushqime tjera sa më vënu parapërsisht? 10-15 minuta. 10-15 minuta. Ko gja shpejt. Tash Po, e ka sektoret marrë e me dome. kështu, Po, sektori është i ndonë, nuk përzihet. Okej, mu vjen shumë mirë mas pare që ju vizitum, ma shumë vjen mirë që na keni prit shumë mirë. Edhe pse erdhën bon, po prapë se prapë mrapë s'na kthyt. Sa i dijem. Zoti trujt Allah Kur shnetën. dëni, mirë sa ardhë. Ti ke në zonë e punë, falem shumë që të hupa ku. Tisë pasen. Zoti trujt Allah shnetën, ma bo halal. E nalëm ka mirë, shkoj në hojnë ushim. Shikus në rum, jemi këtu ke menaxheri restorant pizzerisë Exona faktikisht, menaxheri po. i restorantit dhe pizzerisë Exona, ku na pritën shumë mirë edhe stafi, po tash na mas kamerës, po nalim po hojnë na buk. Zoti rujtja Allah shnetën e shimi kismet. Mos harani restorant Exona në Shëngjin.